e bëjnë dot, sepse kanë probleme hormonale, ata pinujnë dhe shtojnë peshë. Pse? Sepse qelizat e tyre adipocitet, qelizat e dhjami fillojnë dhe bëjnë, inflamohen, edhe gjithkohës. Po ti po më shef sot mua. Ja, fot kap. Është edhe një trend i ri që dhe kolegu duhet ati berberina. Qashë? Berberina, sot berberina po bëhet... Po bëhet nami me është ma sikur bën çudi, domethënë, po nuk është ashtu. Domethënë, e di çfarë bën berberina? Tani i Ozempiku na ka dalë berberina. Të vërtet, që na askush nuk e thot, se gjithë bëjnë marketing në rrjetet sociale. Po të lutem. Cili është efekti berberinës? Berberina ka efekte pozitive në rregullimin e gjakut, domethënë rregullimin e sheqerit në gjak. Kozgjatja GLP-s që prodhohet nga zorët, nga sistemi i tretës është 2 deri në 3 minuta. Sakt. Berberina ç'a bën? Bën që kozgjatja, një enzime që copton GLP-shin quhet dipeptidil peptidaza 4, DRP4. Dhe ç'a bën berberina? Këtë enzim, pra kozgjatin e kësaj enzime, e bën që të shkurtohet, që GLP-ja të veprojë më shumë. E kuptoni? Po. Jo, e kuptoj. Unë e kuptoj, do me dhënë GLP-ja i fut një BRB-s dhe pasaj po të ndash në dysh FCP-n, e jep një SSR. Pra berberina... Po jo me, di që e ban, po të gjithë e mbajnë me nëto se ti doktorët i ti. Është çudibërëse dhe nuk është suplement çudibërës. Pra një person që e tham pak parë. Është hajpi i rrjeteve socialeve që dalin që po del çdo lloj influencer aty dhe bën rolin e doktorit. Unë do bëjmë influencer. Nutricionist, gjëra me radhë. Ti do bësh se ka thënë dhe ministra e Arsimit, bëni influencera. Doktora do bën influencer, fam. Ti ngrihe zërin se s'dëgjosh në klasa fundit. Po shiko pak, siç e tham edhe pak berberinën. Të besohet që unë madje edhe rrjetin sim social Instagramin e kam në mënyrë private, nuk e hap që tjerët i shikojnë gjithë videot, sepse nuk dua që të bëhem, domethënë llafazan që dalë në çdo video dhe ti jam unë aty. Pra, ata njerëzit që mua ndjekin janë që dua të... Ti do ta bësh berberan me i fjalë. Po nuk dua që të bëhem papagallti tek telefoni tjetrit. Ato gjëra që ti them të pakta, por të kenë një ndikim, edhe tjetri kur ti dëgjoj ti kuptoj. Ja, këtu gaboni. Se ndërkohë që të gjithë ignoranca fryn atje, nuk lë gjë pa thënë, ju heshtni, e kupton? Ju heshtni. Dhe ç'a dëgjojnë njerëzit, ignorancën do dëgjojnë. Dhe tek ajo do shkojnë. Edhe fëmijët tanë që rrinë gjithë ditën duke bërë scroll. Është pashmangshme fenomeni. Si? Është pashmangshme fenomeni. Në një vend që elita hesht, ignoranca bisundon e dashur. Është një problem që mundson në mediat sociale mund të komunikojnë të gjithë personat specialistë dhe jo specialistë. Dhe jo më kot nga këto problematika, vende si Kina apo dhe të tjera sanksionuan ligje ku influencer mund të jenë persona që kanë një specialitet të caktuar. Nuk lejohet fare, vendosën pikërisht lejohet fare, ja kanë ata janë përballur para në fenomene të dezinformimit ku njerëzit kanë marrë veten qafë, siç gratë tona që kanë marrë veten qafë duke bërë këto prizma që unë thash, duke parë nga një mama që ka lindur një fëmijë një vit, ka çfarë bën dhe bën influencere në Instagram. Dhe thot, po unë bura këtë klizmën dhe jashtë 30 kg. Dhe tani çfarë do të bëj Luciano tani? Tjetër e bën, dëmton tani apo krijon dëme të paripurshme në fizikun e saj. Pra, duke qenë se ata janë përballur me problematika serioze, fizike, të cilat kanë ardhur nga influencer të cilët nuk kanë qenë specialistë. Eksakt. Rudina, po thuaj e troqme zemra. Kjo pjesë. Kjo pjesë mund të rregullohet me pjesën e ligjeve, nëse sanksionon ligje edhe këne, po, dhe që t'jenë funksionale edhe këne, ku influencerin për çështje të caktuar ta bëjnë specialistët e fushave të caktuara. Që do të për sa i përket psikologjisë. Në këto momente problematikave psikologjike. Mund të flasi, nuk mund të flasi një personazh. Po çojmë burg një nga këto influencerët, për thotë